Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse hani mjaltë çdo ditë për një javë, nuk do ta besoni çfarë do t'ju ndodh. Mjalti, sipas ekspertëve, është një ndër ushqimet më të mira dhe më të preferuara për shumë persona, por konsumimi i mjaltit në mëngjes mundet që t'ju ndihmojë gjithashtu edhe në luftimin e shumë sëmundjeve në mënyrë të pakuptuar. Ndihmon në paksimin e reaksioneve alergjike pasi ka një përmbajtje të polenit dhe gjithashtu lufton edhe kundër anemisë. Qetëson kollitjen dhe preferohet shumë të konsumohet gjatë stinëve të ftohta, gripit dhe po ashtu ftohjes. Ndihmon në mënyrë natyrale që të flini më mirë. Konsumimi i mjaltit rrit nivelet e serotoninës, insulinës, ndërsa trupi sistematikisht i konverton në melatonin dhe kjo ndihmon që ju të keni gjumë të rregullt. Konsiderohet si antibiotik natyral, me të ju mund të mjekoni të djegurat dhe gjithashtu ka përmbajtje antibakteriale. Ka një përmbajtje të madhe të antioksidantëve dhe kalciumit, prandaj ndikon në përmirësimin e memorjes. Gjithashtu, ajo stimulon edhe apetitin, lufton temperaturën, ndërsa konsiderohet si një shërues natyral për lëkurën tuaj. Hipokrati, babai i mjekësisë, vuri bazat mbi shkencën ushqyese, e cila konsiderohet si një metodë e rëndësishme e trajtimit. Mjalti ishte i pari në arsenalin e Hipokratit, kështu që ai bëri thirrje që të konsumohej çdo ditë. Mjalti konsiderohet hipoalergjik, madje edhe gratë shtatzëna dhe gjithënëse lejohet ta konsumojnë, por në mënyrë të moderuar. Mjalti është një antioksidant i shkëlqyer që do të thotë se konsumimi i rregullt i tij do të pastrojë trupin nga toksinat e dëmshme. Përveç kësaj, vetit antibakteriale që ka do të përmirësojnë shëndetin tuaj, bukurinë tuaj. Në qoftë se jeni duke u kujdesur për peshën tuaj, mjekët të rekomandojnë që të mos konsumoni ëmbëlsira me bazë sheqeri, por përdorni mjaltin. Kjo për shkak se sheqeri i pranishëm në mjalt ka një përbërje të ndryshme nga ajo që gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Mjalti nxit metabolizmin, i cili është thelbësor për humbjen e peshës, sa më shpejt që të jetë e mundur, ul kolesterolin dhe njëkohësisht konsumimi i përditshëm i mjaltit ndihmon edhe në mënyrë të favorshme në nivelin e përbërjeve antioksidante në trup dhe mund të luftoj kolesterolin e tepërt. Ndërkohë që të gjithë ne jemi duke u përpjekur për të gjetur produktin e përsosur që mund të bëhet pilula magjike për një trup të shëndetshëm dhe të bukur, ne ju bëjmë me dije se tashmë ky produkt është gjetur dhe është mjalti i zakonshëm. Në këtë video ne do t'ju tregojmë se kush janë përfitimet që trupi juaj do të marrë në qoftë se do të hani një lugë mjalt në mëngjes. Pastron fytyrën. Sipas ekspertëve, mjalti është një antioksidant i shkëlqyer që do të thotë se ai do të pastrojë trupin tuaj nga toksina të ndryshme dhe përveç kësaj, vetit antibakteriale do të përmirësojnë edhe gjendjen e lëkurës. Largon peshën e tepërt nga trupi. Nëse jeni duke u përpjekur për të dobësuar, mjekët rekomandojnë që të hiqni dorë nga të gjitha ëmbëlsirat përveç mjaltit. Kjo sepse sheqeri i pranishëm tek mjalti mundet gjithashtu të ketë një përbërje ndryshe nga ajo që gjendet në ëmbëlsuesit e tjerë. Mjalti rrit metabolizmin tuaj, i cili është thelbësor për humbjen e peshës. Ul nivelin e kolesterolit. Sipas ekspertëve, mjalti nuk ka fare kolesterol. Përkundrazi, përbërësit e vitaminat e tij kontribojnë në uljen e niveleve të kolesterolit. Konsumi ditor i mjaltit ka një efekt të dobishëm në nivelin e përbërjeve antioksiduese në trup,
që mund të luftojnë kolesterolin e tepërt, e bën në zemrën më të fortë. Ulëmtimet gjithashtu kanë treguar se antioksiduesit nga ana tjetër kanë treguar se në mjalt gjenden përbërës të cilët mund të parandalojnë ngushtimin e arterjeve. Në varësi të vendit të ndodhjes, ngushtimi mund të çojë në dështim të zemrës, përkeqësim të kujtesës ose dhimbje koke. Pirja e një gote ujë me disa lugë mjalt do të jetë e mjaftueshme për ta parandaluar atë. Përmirëson memorien. Ulëmtimet të tjera demonstrojnë aftësinë e mjaltit për të luftuar stresin, për të rivendosur sistemin mbrojtës antioksidant qelizor dhe si pasojë për të përmirësuar memorien. Përveç kësaj, kalciumi i cili gjendet në mjalt tretet lehtësisht nga truri, i cili ka një efekt të dobishëm në funksionimin e tij. Gjumi i shëndetshëm. Sheqeri i cili gjendet në mjalt rrit nivelin e insulinës në gjak, e cila më pas çliron edhe serotoninën, hormon i gjumit të mirë. Nga ana tjetër, duhet të dini se mjalti është një ushqim mrekulli-bërës i cili serotoninën e transformon më tej në melatonin, një hormon i cili nxit një gjumë cilësor. Do të keni një stomak më të shëndetshëm. Mjalti është një antiseptik i fortë, prandaj rekomandohet që ju të hani një lugë mjalt me stomakun bosh. Ky ritual i thjesht ndihmon për të parandaluar sëmundje të ndryshme të cilat lidhen me aparatin tretës. Përveç kësaj, ndërsa kalon nëpër stomak, mjalti shkatërron mikrobet dhe shëron plagët e vogla në mukozë, liron tensionin. Kjo mund të tingëllojë e çuditshme, por një fakt është e vërtetë. Mjalti ndihmon në qetësimin e nervave dhe lehtësimin e lodhjes. Glukoza e cila gjendet në mjalt është thelbësore për punën e neuroneve. Thithet shpejt në gjak, gjë që çon më tej relaksimin dhe lehtësimin e çrregullimeve psikologjike. Sipas ekspertëve, mjalti është një nga ushqimet më të rëndësishme, duke qenë se përmban vlera të jashtëzakonshme për shëndetin. Mjalti, në qoftë se do të kishte një term tjetër për ta përshkruar me siguri, do të ishte multivitamin për të gjitha vetitë e mrekullueshme që ai ka. Mjalti gjithashtu ndihmon në luftimin e stresit, vepron si antioksidant dhe përmirëson gjithashtu aftësinë e kujtesës. Mjalti është i pasur edhe me kalcium, i cili asimilohet nga trupi dhe bën që truri juaj të reagojë si duhet. Parandalon problemet e stomakut. Mjalti ka veti të fuqishme antiseptike. Këshilla është që ju çdo ditë të merrni një lugë gjelle mjalt esëll. Nga ana tjetër, mjalti është një laksativ natyral, është delikat por shumë efektiv për shkak të përmbajtjes së tij shumë të lartë të frukto-oligosacarideve. Kur arrin në zorrën e trashë, mjalti vepron në një mënyrë të ngjashme me fibrat bimore dhe në këtë mënyrë ai ushtron një efekt të butë laksativ, duke ju shpëtuar juve njëkohësisht nga të gjitha problemet që lidhen me zorrën e trashë dhe gjithashtu problemet me kapsllëkun. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko
subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.